Martin Camaj në Morgim, titullohet aktiviteti mbajtur në ambientet e vendit të dëshmisë dhe kujtesës në Shkodër. Ky aktivitet u organizua në kuadër të 100 vjetorit të lindjes së Martin Camajt, një nga figurat më të rëndësishme të kulturës shqiptare, i cili u detyrua të largohet nga vendi për të shpëtuar përndjekjes së regjimit komunist. Përgjegjësi i muzeut Pjerin Mirdita thot se Camaj qëndroi gjithmonë besnik çështjes shqiptare në krijimtarinë e tij dhe nuk u shkëput asnjëherë nga rrënjët dhe vendlindja. Bëhet fjalë për një ekspozitë e cila zhvillohet në këtë vit jubilar, që është 100 vjetori i linjes së albanologut, poetit, shkrimtarit Martin Camaj. Dhe në këtë vend kjo ekspozitë merr kuptim sepse pikërisht ne e dimë që Martin Camaj ishte një kundërshtar i regjimit komunist të asaj kohe dhe pikërisht për këtë arsye ajo arratis në vitin 1948 nga Shqipëria bashkë me një nga franciskanët e mëdhenj, Daniel Gjeshaj dhe 36 persona të tjerë. Monika Genesin, pedagoge në Universitetin Salentos në Itali, e cila ka njohur nga afër Martin Camajin, u shpreh se shkrimtari e ndjente vazhdimisht mungesën e vendlindjes së tij, malësisë së madhe. Dhe kisha privilegjin të madh sepse kisha njohur profesorin Martin Camaj. Kisha njohur profesorin Martin Camaj, nuk e di me siguri kur, por ishte disa vite përpara vdekjes së tij. Në një konferencë në Itali dhe pastaj më kisha ftuar në shtëpinë e tij në Lengrisë. Edhe kisha akoma një mbresë shumë e rëndësishme, shumë e madhe për malësinë e madhe. Për malësinë e madhe për Shkodrën edhe sepse për ai Shqipëria e Veriut kishte një significato diçka shumë speciale. Gjatë aktivitetit u prezantuan botime shkencore dhe letra të Martin Camajt nga periudha e emigrimit politik larg Shqipërisë, si dhe vepra të realizuara gjatë viteve të qëndrimit të tij në Prishtinë, Rom dhe Münih, ku ai u shua si autor i letërsisë shqipe dhe si studiues i albanologjisë në fushat si gjuhësi, filozofi dhe studime arbëreshe.